Rasti i këtij është edhe rasti i Bilalit, që nuk mund me nejt më në Medinë mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mas varrosës tij ka nejt veç një ditë dhe u shku në Homs të Sirisë. Tash e keni pa në lojme, në qatë qytet ka shku, ka ikë prej Medinës, se kur ka u dali ka thirrë ezanën, masi ka ndrujet pejgamberi alayhis salam, kur ka thonë ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut, pejgamberi sa gjithë ka dalë prej asoj dhomës të Aishës për më hinë xhami. E kur e ka pa që s'po dali, ka rrot lig, s'ka mujt. Ata në thonë që mas 6 muajve Bilal e ka pa ardhur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tu i thonë as ka marrë mall me pa, thonë ka hyp kalit, ka shku në Medinë dhe u shku u rom mbi vorrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të shajt. E pastaj Abu Bekri e Omeri kanë urdhënuar me thonë me thirrë zonën, por s'ka pranu. Derisa e kanë qu Hasan edhe Husein, se kanë ditë që s'mani kthen. Kanë qenë dashnit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ata i kanë thonë me thirrë një zonë si në kod gjyshit. Tregime është njëre, përmen në Bejhaqiun në librin e Shu'abul Iman, pastaj thot ka dalë me thirrë ezanën kur kanë thonë, kur ka thirrë Allahu Akbar, sahabët kanë menuar që unë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kanë imo të thirrë, prej dashnisë të madhe për ta. Dhe e lutem Allahun më na bashku me këta njerëz, e mos më na lënë gjuna që na largon prej takimit me ta. Se kon njerëz që janë ikë gjunoheve, na mund softë Allahu me ikë dhe na që shkon ikë ata.